Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, toksor dhe toksore. Nuk e di pse sot pas kemi kapur me Çanin sot, duke i kujtuar batuta Çanit. E përshëndesim dhe pse ta kemi të ftuar Çanin vijim. Ta zgjojmë të një herët në mëngjes. Mirë. Si bën keq, nuk i bën. E vërtetë. Po nuk mendoj që Çani duhet jetë nga ata persona që zgjohet herët. Sepse me çfarë kam parë përpara, është duke një njeri sportiv në përditshmërinë e tij. E drejtë komplet ndryshe nga ajo çka ne shohim në ekran. Po. Sportiv jam dhe unë, po. Nëse dhe ai na konsideron ne. Para se të nisja emisionin 11 zgjohesha. E drejtë, mirë. Ku zgjohesh? Do të jemi tani në Kosovë, sepse do të jemi me një super familje dhe do të jetë një nga mëngjeset më të ëmbla për ne, po jam e sigurt që edhe për ju që do ta shihni, sepse shpresoj shumë që çifti në fjalë, që janë të dy muzikantë, Albina dhe Endriti, të kenë zgjuar edhe vogelushën e tyre Lunën, sepse është ajo mjalti i videove të tyre që kanë postuar duke kënduar. Albina dhe Endrit, mirëmëngjesi, përshëndesim. Qenka dhe Luna, mirëmëngjesi. Si nga Luna. Të themi drejtën, mos më kanë Luna mu qu, nasi shumë kanë qu të asë njani sot. E vumre, po. Po, ajo na zoj neve. Luna më korektja sot, në fakt. Ju përshëndesim shumë dhe shumë komplimente. Na e puthni fort Lunën dhe na e përqafoni fort, se është një fëmijë kështu i adhurueshëm, sidomos kur ju shoqëron juve në kitar. A mjafton prezenca e saj dhe buzëqeshjet e saj për ta bërë atë video në aq të ëmbël. Keni zgjedhur që momentet e ëmbla të familjes tuaj bashkë me Lunën t'i ndani edhe me ndjekësit tuaj në rrjetet sociale, duke kënduar, duke qenë se ju të dy e keni muzikën edhe profesion, por edhe pasion, apo jo. Si zgjodhët ju që të ndanit këto momentet familjes tuaj në rrjetet sociale? Kur ishte ajo momenti i videos së parë dhe a ishte spontane, apo i kishit menduar që do të hidhnit një seri videosh dhe do t'i ndanit me ndjekësit? Apo full të janë? Që bënisi janë. Në fakt, si që të ke edhe të ne të dy kemi muzikën pasion, për një shtysë të madhe me u marrë ma shumë e muzikove të fundit, na e ka dhënë edhe Luna, sepse sa herë që bëjmë muzikë në shtëpi, me gitare, Ndriti zakonisht që na përcjell, edhe Luna po na përcjell, nuk po heziton me këndu bashkë me neve. Kështu që e mendum pse jo, edhe ne me qenë pjese e rrjeteve sociale, konkretisht e TikTokut, edhe e trendeve të fundit. Po mirë, Luna ka qenë gjithmonë, e ka dashur që në fillim pjesën që ju luanit edhe këndonit me kitarë, po fillimisht ka qenë pak, si ta them? Shko, me të thënë drejtën, Luna me këngën tonë bjen me flajt, e kem këngën që kemë marrë pjesën në Zambak, me Albinën, Zambak Prizrenit. Po. Mos me alëshu që atë këngë nuk flajt. E ka si një nullë. është mësuar, në të shta mirë. Me atë këngë flanë është shumë e vërtet. Okej, unë do doja që për gjithë shikuesit ne të ndishim një esencë të shkurtër nga ato videot që ju publikoni, nëse regjia i ka gati gjithmonë, edhe rikthehemi pas pak.
Dhe një qift kaq të talentuar, kaq të mirë, po si në njohur ju me njëri tjetër? Jam kurioze të di pak dhe historinë tuaj. Ju lidhi muzika bashk? Po, muzika, po edhe gjatë studimeve jemi njoftë të dy në Prishtinë. Pastaj e vazhdojmë lidhjen për më shoqërore. Edhe kjo lidhje, ja. Luna që do të flasësh edhe ti. Dhe na tregoni pak më shumë për momentin e njohjes, momentin e propozimit, deri në vendimin e krijimit të një familjeje. Kanë rrjedh. Kanë rrjedh. Kanë rrjedh. Jo, s'po do me të regu Albina. Pse? Unë para gjali që ka me gitare të konviktet. Edhe ka një vojtë që aty ka nejtë, ka këndu bashkë me mu, ka pak, ka nejtë në distancë pak. Pa. Edhe pësëm, po këndojshë mirë, pa hajtë vetë pak të bëjmë mua be. Pra Albina ka qenë pak e stepur në fillim thua ti, ka pas pak turp. Jo pak bege shumë, po ta një gjërat kanë rrjedh. Dhe keni bekuar me një vajzë kaq të bukur. Shiko, unë jam e sigurt që Endriti duhet ta kesh kitaren aty afër. Po, që. Patjetër, pa diskutim. Edhe ashtu me të portret kaq të bukur familjar që keni, do doja që të këndoni diçka për ne. Nuk e di nëse keni zgjedhur një këngë, po Luna është mos e gati për të bërë pjesë e performancës. Luna s'u na prit neve, bile, nuk po. Po Luna thotë mjaft folën, po këndoni. Si bie kitarën? Jepi Endrit. Aman e Luna. Okej, mase është mëngjes, po besoj ma mirë se me fillu me mirë mëngjes. E kemi dhe kitarë në studio, pa me rak fare, dhe Tiri këndon me ne. Tiri mos më bashko se kom pak banal ta kur tu. Ka përshtypjen që edhe Luna dëshiron që të mësoj kitarën, në? Po, dhe me thonë është e pashmangshme kjo. Po, unë jam e sigur që Luna luajti tani, jo Endriti. Po, e kanë dëmuar pak, e kanë dëmuar. Aj shumë u përfshi. Jeni realisht shumë të këndshëm. Dhe ti, Endrit, je angazhuar në muzikën live, apo jo? Nuk e ke vetëm për pasion? Po, zakonisht në to popet lokale, që të shova e shova, më falë. Okej, to popet në për Kosovë lokale kështu, jom bajegi aktiv, nuk o të e të kesh. Në për festivale në akon me Albinës fundin Zambak Prizrenit e shumë, morëm pjesë si duet. Super. Me qmim nuk u kurozuam të qymë ashtu, po konkurora karierës tonë se kena galu shumë një kotë mirë. Si ka pjesëmarrja. Definitivisht, që tu e këmë kuptu për një mes shka është më kom me rëndësi pjesëmarrja. Kjo si fjallë. Ka që një organizim shumë i mirë, një orkestër e jashtëzakonshme. Që e merë gitarë? Andaj kemi kalu shumë mirë, ka që një eksperiencë shumë e mirë. Albina, duke qenë se Endriti është i angazhuar edhe me pjesën e muzikës edhe tjetës natës, kjo do të thotë që një përgjegjësi të madhe të gocës e ke ti, apo jo?
qëndron më shumë me ty. Atë largona, faleminderit shumë. Po largona. Ashtu? Po, në fakt një barë ka gjë e madhe, me qujtë barë, se nuk është barë Luna për mu. Po tash po rritet edhe gjithër, po është ma e letë. Me u kujdes për ta. I jam në pushim të Leonis, kështu që me qef po e bëj detyrën e nanës. Është detyra ma e mirë që mundet me pas një vajzë. E drejt. Deri tani Luna është goca e mamit, apo goca e babit? E të dyve nga Apo me kalu që të pjesë... Unë mendoj që sot pam që është pak sfare goca e babit kur babi luan me kitarë. Jo, sot ishte goca e kitarës. Edhe unë kështu them. Me qënë se babi luan në kitarë. Po me këto video në TikTok do vazhdoni, do jeni më aktiv. Çfarë plani ke? Të në drejtën, nuk e kena prit që ka me pas një buj ka shmale, se kena po pak si pahiri, pak si për qep. Po nuk kena mundaj, po besoj që okej, më falë. Në momentin që pe largoj për gitarës, pe keni parasysh. Po, ka shkuar të kitara, besoj. Po, aty është, aty. Do pjesë ka pak nuk i ka një hera, bede i ka do të tekta, po mirë, është apete, për balushme. A i keni pasur problem në fillim të dilit në video me Lunën, duke qenë se shvajzë vogël, janë këto bestytnit, jo po syri, jo po fëmija. Minimum 20 herë një video në i bënë. 20 herë një video. Që të të ko kamerën. Pak se kemi pas planifiku me qenë Luna pjesë e videove tona, po përshini edhe vetë që... Shumë e lëveshme. Ka dëshirë. Edhe në po që e largon për gitarës, Ja, pa. edhe kemi vendosmi me marrë ato pjesë videove. Ja, pas keni gjetë Chelsea. Pardo që të bëjë Luna, ka kitarën që e qetëson si fëmi, dhe duke që është mi shumë i mbarë, donë se shumë energjik. Dhe do ta ketë artin dhe muzikën, jam e bindur që e ka të trashëguar nga ju dhe kur të rritet do bëni vajzë më ndarke, sigurt. Uroj. E sigurt. Albina dhe Ndrit, faleminderit shumë që ishit, po ju marrim më shumë kohë, se shojmë Lunën që dore atin e saj se kemi zgjuar shumë herët. Faleminderit shumë që na zbukuruat mëngjesin edhe neve edhe shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës bashkë sot, por edhe diasporës për gjithë ata që na kanë ndjekur. Dhe vazhdoni me video. Po, vazhdoni. Se na kënaqni shumë. Faleminderit shumë. Video. Kështim pas dëshirë me qenë edhe të praneshëm atje, mirë po... Me shumë qef. Ju presim me shumë qef. Base në një moment, po, pa tjetër. Na e puthni shumë Lunën, dhe shumë përqafime për ju. Paqim Luna! Mirëpafshim. Wow. Kjo ishte doza e mjaltit që i duhet çdo mëngjesi dhe ne morëm për sot. Do jemi shumë të lumtur. Luna ishte përgjumësh në momentet e para, sa po nisi... Sa pa kitarën? Të luajmë kitarë, opa hapësit. Luna nuk do ma bet. Luna thot mos flisni, këndoni. Bjeri kitarë, so ba këndo, Vetëm performoj. E vërtet. Mirë, pas këtij momenti kaq të bukur familjar, ikim në një pauzë shumë të shkurtër publicitare, sepse ka ardhur profesor Sazan Guri dhe do flasim me fakte dhe me dokumenta për gjuhën shqipe. Ecim.